Ish kapiteni kombëtarës Rudi Vata foli pas triumfit 3-0 që Shqipëria regjistroi në shtëpinë ndaj Andorrës. I ftuar në studion e emisionit Procesi Sportiv, Vata ndër të tjera theksoi se kombëtarja kuqezi nuk ka personalitet për të shkuar në botror. Ai evidentoi mungesën e liderave. Ndër të tjera, Shkodrani deklaroi se futbollistët sot më shumë kërkohet që të jenë atje të mirë. Nuk kemi personalitet për në botror, nuk kemi skuadër në rritje. Po të shikosh statistikat e lojtarëve kryesor janë në rendimentin e sezonit të mëparshëm. Lëvizja Bajrami të Rangers në Skoci ka qenë e gabuar. Nuk e ka gjetur veten Bajrami, atë rendiment nuk ka për t'ia dhënë edhe kombëtarës. Aslani është rregullator i Zotit në mesfush, por i mungon minutazhi dhe nuk ka lëvizjen e duhur. Kombëtarja jon ka nevojë për lidera. Gjimshiti është në përfundim të karrierës, duhet të punojmë për të ndërtuar liderin e ardhshëm, po nuk pati minuta, Aslani nuk bëhet dot lider. Kur të mungojnë 3-4 lojtarë të rëndësishëm që nuk janë në maksimum është e vështirë. Sot frekuencat në futboll kanë ndryshuar, për shumë atletik futbolli, nuk ka më Skela dhe Mollari. Sot Milan i luftojnë që Leao të qëndrojnë mbrapa. Sot detyrojnë Mbappén të bëjnë mbrojtës. Futbollistët sot më shumë kërkohet të jenë atletë mirë se futbollistë mirë. Për mua Anglija nuk paraqiti asnjë vlerë të futbollit anglez, u shpreh Vata.